Hapeni këtë derë! Kush jeni ju? Çfarë doni nga ne? Hapeni! Na nxjerrni nga këtu! A ka njeri? Di! Nuk hapet! Ndim! Po dhe rast me njerë ndim! Mallkuar qoftë! Telefoni nuk ka sinjal! Nuk ka rjet! Si është e mundur? Prit! Prit, në shta imi ka sinjal! Prit! Mirë se erdhe, zonjusha. Çfarë dëshironi nga ne? Përse na mbyllët neve këtu? Edhe ti. Ma jep telefonin. Dëgjoni mirë, nëse nuk rrini urë, nuk do të dilni gjallë prej këtu. Na rëmbyen! Na rëmbyen! Do na vrasin aslo, çfarë do të bëjmë? Çfarë do të bëjmë? Çfarë do të bëjmë? Hedje? Çfarë ndodhi? Nuk e di, motër, më shtrëngua zemra pa pritur. Nuk po marrë do të frym. Eja të shoh ulu këtu njëherë. Mos të ka rënë prap tensioni? Jo, nuk është si tensioni. Kam një ndjenjë të keqe. Sikur do të ndodhë diçka e keqe. Ozan, nuk hëngre asgjë zemra mamit? Mos ka diçka që të mërzit? A ka ndodhur diçka në shkollë? Kam një takim në zyrën e avokatisë që përmendej profesori Tarik. Atëherë po të çoj unë, nëse nuk e gjen... Jo, s'ka fare nevojë, unë shkoj vetë. Ai ka gjetër valla të vend. Urdhro? Hë? Ozan, a je mirë? Ore, ç'ne ky pa buksi me këtë makinë? Mos ndoshta nuk është fugara. Të mos quaj më koraj nëse nuk ja zbuloj ftyrën e vërtet ati. Hajde edhe gjej një taksi tani. Këta janë të çmendur. Kush e di se çfarë do të na bëjnë këta të çmendurit? Unë nuk mund të vdes ende, jam ende shumë e re. Ju lutem, na lini të ikim. Ju lutem, nëna ime ka shumë para. Të ikim, do t'ju jap sa të doni, vetëm na lini të lira. Ju lutem, na lini. Bergjen. Të lutem përpiqu të qetësohesh. Shiko, kështu vetëm po i bën keq vetes tënde. Prit, mirë. Hajdeja. Unë nuk mund të vdes. Unë nuk mund të vdes. Unë nuk mund të vdes, jam ende e re. Mos u sheson në rregull. Do ta gjejmë një mënyrë të dalim që këndej. Unë vetëm dua të shkoj në shtëpinë time. Ju lutem, e bëf gjotë të jetë thjesht një shaka e keqe. Merë, pije, hajde. Përpiqu të qetësohesh, në rregull? Shiko të premtoj ty.
Do të dalim bashkë prej këtej. Berqin, pikërisht tani e gjete kohën për t'u zhdukur ti. Ndoshta nuk ka bateri. Por mos bëhet me rak që unë do iki pa e lajmëruar atë. Mirë, do ja shpjegoj unë asaj në rregull. Kujdesu për vajzën time. Ajo është edhe vajza ime, Sibel. Mirë, lere fare tani, nuk dua që të debatoj para se të nisem. Ti do t'ja shpjegosh situatën, thuaj se gjyshja e saj është e sëmur. Shiko që të mos i vindërmen të vi pas me ajo, le të shkoj në shkollë. Unë atë do ta njoftoj. Alo. Po ju presë, zonja Sibel. A është Berqini? Mirë, po dalon më një herë. Nëna ishte, nëna, po pyet se kur do të nisem. Hajde, shpirt shifemi ne. Të paktën hidh pak ujë pas meje. Hall? Eylül, ti vetëm erdhe? Ku është aslas telefon nuk po e kap dot? Mos u shqetëso ashtu. Tha se do të shkonte në një zyrë avokati për një detyrë, kaloi nga unë, duhet jetë atje. Më shikon në sy? Nuk po më gënjen, apo jo? Mos shkoj prap të takohet me Ozanin. Ai, të lumt Hall. Pse të gënjej? Për zotin shkoj për detyrën. Edhe Berqini ishte me të, do të shkonin bashkë. Ndoshta i ka mbaruar bateria. Le ta mbaroj sa më shpejt atë punë dhe të kthehet. Nuk po më largot kjo ndjenje keqe. Po, zonja Sibel. Puna Aslit u krye. Unë bëra atë që më takon të mua. Si u krye? Çfarë ke bërë? Ti mos më merr shumë me atë pjesë. Ajo që doje ti u bë. Aslanrë nuk të dalë më parasyve të tu. Kur asnjëherë. Mirë, të lumt atëherë. Unë nuk mbaj përgjegjësi për atë që ke bërë. Mua më intereson rezultati. Nëse ti po luan ndonjë lojë, Unë nuk merra me lojra, zonja Sibel. Shiko, edhe ashtu me nerva jem ka fundi. Më je parat e mia dhe të mbyllim këtë punë. Aure, Gjengis. Edhe këtë herë shpëtove. Të shojmë se do t'japësh llogari për këtë në botën tjetër. Po do gjenim diçka komplet për ta hapur derën. Ndoshta do kishim një shans, ha? Por unë nuk kam asgjë tjetër përveç gjërave të shkollës. Shiko dhe ti në çantën tënde. Ndoshta ke diçka? Mendon se do të bëj punë kjo? Pa e provuar nuk do e dim. Mirë, po nëse hapim atë derë, po nëse ajo është pas asaj, çfarë mund të ndodh? Mund ta provojmë dritaren. Mirë, por ka hekur atje, ka edhe bravt. Si do ta bëjmë ne këtë? Duhet të provojmë njërin nga të dyja, Bergjin. Nuk mund të rrim këtu kështu. Atëherë ta provojmë derën. Jo ashtu, duhet të hapësh nga cepi. Po provoj, por nuk po hapet.
Sepse nuk po ushtron fort sa duhet, nuk po e gjen. Prit, më duket se bëhet nga këtu. Mos fol kot, ma jep mua. Bershin ndale do ta thyesh. Oj, sot. Nga gjithë kjo ankth më janë pirë duart e këmbët. O Zotë ruaj fëmija tanë. Ç'është kjo punë? Ende në takim kjo vajzë? Ta shihje makinën ati djalit. Do ta blinte fshatin ton. Vërtet ashtu? Ka që i pasur na qenë ka i? Ty! Po ta dëgjon të Nurani në atë qas do t'ja jep të vajzën. Kush do t'u thoshte jo gjithë atyre parave? Bën sikur nuk i bëjnë përshtypje, por... Gjithashtu edhe e pëlqeu atë kokëkrisurin. Për teze Nuran nuk flas dot. Po nëse i lyl merr vesh që ai djalë është i pasur, do ta flak me njëherë. Që kur baba i saj pati atë aksidentin dhe shefi i pasur nuk i dha dëmshpërblimin, sa herë dëgjon fjalën i pasur i hipën gjaku në kokë. Ke të drejt. E lyli i urren të pasurit. Koraj vetëm duhet që të sigurohemi mirë që ky djalë është shumë vërtet i pasur. Që nesër fillo të bësh si hije ti ndaj atij, u kuptu, mos ju nda, mëso çdo gjë për të. Mos u shqetëso, sultanesha ime. Ja merë. Ma jep. Zoti ta shpërbleft aga. Çfarë bëre me makinën? A e rregullove atë? Pas ka nevoj për disa riparime. Nesër pasi të mbaroj regjistrimin e Ilyrit në kurs, do e qoj të rregulloj. Të qela shumë punë aga. Po deshe marrim dikë, le ta qoj ai. Jo, are çfarë thua, do ta bëj unë. Mos u shqetëso për këtë. Shiko, ti vetëm regjistrije dhe pushon, rregull? Unë kam një sefo në jetë. Po me vajzën tjetër çfarë do të bësh, vëllai Dursun? Blerë si do të visë shpejti. Të shesim njerë vajzën e Xhengizit, pastaj merremi me atë tjetrën. Do të çmendem për zotin, ku është kjo vajzë? Po ersohet jashtë. A të paktën një ditë të kalonin pa u shqetësuar. Nuk mundet zemër, të paktën njeriu telefonon, apo jo? E Ilyl, bia ime? Ti thua se nuk është takuar me Ozanin, por po më thuat vërtetën, apo jo? E Ilyl, dëgjoj mirë, nëse ka diçka dhe po na e fsheh për zotin do ta pësosh keq. Nën të betohem që po e them të vërtetën. Edhe asli jo vetëm që nuk takohet me Ozanin, por kur e sheh ikën. Pse nuk më besoni ju mua? Jo, kështu nuk shkon. Po shkoj të flas me zonjën Zhylide. Nëse vjen vëlla im, mos e lini të kuptoj asgjë. Sa po e fali të mos i hip gjaku në kokë. Si të mos shqetësohem për te. E si e, a shkove në shtëpi? Si shkoj takimi, këta mund të të pyes? Zonja Zhylide, ku është Ozani? Në dhomën e vet? A ka ndodhur diçka? A mund ta thrisni, ju lutem?
Sigurisht. Ozan, Zonja e dije, mos i ka ndodhur gjë Aslës. ku është Asla, Ozan? Nuk është kthyer në shtëpi dhe telefonin e ka të fikur. Nëse nuk është me ty, ku është ajo vajzë? E përse do të vinte tek unë? Ne nuk kemi më as shok tani. Nëse gjithsesi mos u shqetësoni, pas mësimit ai dhe Berçini do shkonin te një avokat, kështu thanë. Mbas është zgjatur puna ande. Madje ishte një vend që u tha Xhaxhi Tarik. Ja po e pyes. Nuk është fare e fortë. Gom? Po të them që ka hekura, pse po kam gull? Të paktën ta provojmë edhe këtë. Ma jep limën ti. Ndoshta ja dal. Po të mos ishte thyer lima, ndoshta do të hapte atë drynë, por atë dreqin. Ku ta dija unë që do të thyhej? Nga ta dija? Po përpiqesh që të shpëtonim, e tani pas kam faj. Nuk po të fajsoj. Po them se do të ishte më mirë po të mos ishte thyer. Dikush po vjen. Ulu, do të na ndodh ndonjë gjë. Çfarë po kurdisni ju të dyja? Asgjë? Asgjë fare? A jep. Rrini urt ju thash, për ndryshe do të bëhet keq. Ajo që po bëni është një krim i rënd. Nuk mund të na mbani këtu. Se e morët vesh do të vinim në zyrën e avokatis. Hapeni po ju them, nuk mund të na mbani këtu. Hapeni këtë derë. Urdhëroni Xhaxhi Tarik. A folët? A kishte shkuar në zyrën e miku tuaj? Thanë që nuk kanë ardhur fare, madje ende nuk e kanë thirrur. Por që dy nuk u habit as pak. Nuk është hera e parë që ju mashtron juve. Por ata më kërkuan adresën. Do me thënë e kanë marrë nga diku. U thash që do t'i qoja unë, por asës deshte. Edhe Berçini tha po shkoj edhe unë. Çfarë? Edhe Berçini është me ta? I kanë të mbyllur. Ku janë këta? Zonja Hedie! Zonja Hedie! Nuk i përballoje shkreta. Ta shtrim ta rëk. Bir, sille kolonjën. Zonja Hedie! Zonja Hedie!